Partia Socialiste zhvilloi mitingjet e fundit elektorale në Durrës dhe Vlorë. Kryes socialisti Edi Rama kërkoi nga qytetarët e Durrësit që më 11 maj të mos votojnë opozitën, ndërsa tha se nëse do të ketë masivitet në votime, PS merr 9 mandate në këtë qytet. Para pak ditësh, Kënetët ishte mbledhur këtu, mu duk sikur kishin dalë leshterikët e bregut atje, ishin bërë lëmsh këtu. Edhe si që fshit ju atë lëmsh me këtë masivitet sot, me këtë të dal nga deti, kështu Durrësi do t'i japi një shtytje edhe më të fortë leshterikëve në 11 maj. Kreun e PD-s Berishën e cilësoi një hallëgji që endet rrugëve për hallin personal. Për atë zot nuk mund t'ja besoni bufit Kënetës, që është një politikan i lasht, një politikan i dëshpëruar, një politikan i pa shpresë, një hallëgji që rri rrugëve për hallin e tij personal, edhe që sul të gjithë partinë në një ofensiv gëzimi për një gënjeshtër të re si ajo e sotmja. Ndërsa në Vlorë më herët shpjegoi pse në këtë qark nuk llogariti një mandat më tepër tek projeksioni i sigurt i 78 mandateve. Vlora, i thash, mund të nxjerrë edhe 10 mandate. Problemi është, i thash, si të nxjerrësh Vlorën nga shtëpia. Mua ma hamendja që me tërë atë xhelozi që është krijuar për Vlorën për shkakun tim, nuk është mirë që Partia Socialiste të ngjitet në 80 e në 80 e kusur mandate dhe Vlora të mbetet prapë te 8-a. Edhe në Durrës dhe Vlorë ju përshkroi si do i gjej 2030-a. Këtu në Vlorë do t'ishte një vend që tërë Europa do ta mbante në gojë dhe në sy si një destinacion turistik i dorës parë. Për të gjitha ato që ka bërë dhe ato që premton se do të bëjë për Vlorën, kërkon që në 11 maj plonjatët të tregojnë sërish që do të shkruajnë historinë. Duhet që nëna Shqipëri të mund të recitojë, nëse do të kishte gojë, Vlorën edhe Vlorën, thelbe kam në zemër, ditën e kam dritë, natën e kam ëndër. La mujt, se ju